Mirëmëngjes të gjithëve, zotërinj ambasador, miq, që fjala e parë është një falënderim i madh për gjithë ju që më keni ndihmuar që të realizoj me sukses një nga objektivat më të rëndësishëm, jo vetëm të pjesës sime të punës si ministër shteti për çështjet vendore, por në përgjithësi edhe për gjithë qeverinë e mëtej dhe për Shqipërinë. Një vit më parë, ne u mblodhëm së bashku dhe firmosëm një marrëveshje të bindur që po bënim gjë të mirë dhe po kontribonim për një reformë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Do ndërmenim një reformë që do prishte një establishment të vendosur për më shumë se 40-50 vite në strukturën administrative territoriale të Shqipërisë. Por mbi të gjitha, ishim të vendosur që të bënim një proces i cili të ishte model për një hartim dhe miratim të legjislacionit të kësaj përmase në Shqipëri. Bërja e një harte të re është vetëm fillimi i një pune shumë të madhe që do na çojë drejt konsolidimit të qeverisjes vendore për ta kthyer qeverisjen vendore si një instrument demokratik që do të shërbejë qëllimit final ofrimit të shërbimeve në mënyrë cilësore dhe eficiente komuniteteve. Kështu që sot jemi mbledhur gjithashtu për të hapur dhe fazën e re të zbatimit të reformës territoriale. Ne kemi marrë përsipër që të gjithë pjesën administrative, financiare që është e nevojshme për konsolidimin e 61 bashkive të reja që kemi krijuar, ta asistojmë bashkarisht me ekspertizën më të mirë që është në vend, por dhe atë ndërkombëtare. Mendoj që periudha deri mbas zgjedhjeve vendore pikërisht do fokusohet në këtë ushtrim kaq të komplikuar administrativ. Pra, konsolidimin financiar dhe administrativ të njësive 61 bashkive të reja të dalë sipas hartës së re administrative territoriale. Gjithashtu, do përpiqemi që të bëjmë disa profile zhvillimi ekonomiko-social të tipike për një grup bashkish, si dhe do përpiqemi që të ngrejmë modelet e nevojshme të funksionimit të zyrave periferike tashmë të shkrira në bashki të mëdha, të ish komunave, modelit të funksionimit të zyrave për t'i ofruar shërbime edhe qytetarëve të cilëve për shkak të ndarjes së re administrative territoriale do t'i largohet qendra e shërbimit nga vendi i banimit. Mendoj që të treja këto shtylla janë momente shumë të rëndësishme për fillimin e funksionimit të 61 bashkive të reja. Duam që këto gjëra t'i bëjmë përpara shtatorit në mënyrë që në shtator kryetarët e ri të bashkive që do dalin pas zgjedhjeve vendore të paktën mos të kenë dhimbjen e kokës dhe të merren me gjëra administrative rutinë, por dhe të kenë tavolinën e tyre disa nga shtyllat për të ngritur punën pastaj 4 vjeçare që ato do kenë në bazë të mandatit që do i japi komuniteti atyre. Kjo është sfida jonë, kjo do jetë përpjekja jonë dhe do fokusohemi ke faza e dytë e projektit, e starit, e cila për nga mënyra dhe e koordinimit të gjithë donatorëve është kthyer në star. Dhe kjo është pranuar besoj nga të gjithë, edhe për këtë më vjen shumë mirë. Kështu që le ta mbajmë starin aty në qiell, të paktën derisa të fillojmë dhe të mendojmë që fëmijët që kemi krijuar me hartën e re do të jenë në gjendje të fillojnë të ecin vetë pa ndihmën tonë të vazhdueshme.
Faleminderit edhe një herë, ju jam shumë mirënjohës të gjithë ju për ndihmën që më keni dhënë pikërisht në realizimin e një prej reformave më të rëndësishme, dhe për këtë ne do bindemi vit pas viti, më të rëndësishme që Shqipëria të paktën ka bërë dhe do bëj për vitet e ardhshme. Faleminderit edhe një herë. A milestone to create the basis for viable local government units is reached. It was a complex yet successful process which you led in an open, consultative and timely manner, and we commend you for that. We are also very glad to note that the expertise, the human and financial resources that were made available to this reform have supported you in reaching this milestone. Mr. Minister, colleagues, territorial and administrative reform is the necessary but not the sufficient base for the strategic objective around which we gathered a year ago, which is a socially responsive, democratically inclusive, administratively functional local governance system which produces the services that Albanian men and women need and is accountable to them. Such a local governance system is also critical for Albania's European integration. The new government units that will emerge from the consolidation are the basis for such a system of governance, if complemented with other reforms, notably decentralization, public administration, civil service and fiscal reforms, as well as with innovations in services delivery. We stand ready to support them, especially in their initial operations and in integrating with other reforms. We hope also that more women will be encouraged to lead these new government units and serve in the new municipal councils. The governments of Italy, Switzerland, the United States and Sweden provided financial and technical support to Albania's territorial and administrative reform effort through UNDP. Today, we make the second tranche contributions of the governments of USA, Switzerland and Sweden to this project. We commend you for the effective results achieved so far in strengthening local governance in your country, and we do wish you success in the upcoming consolidation of local government units for a more effective democratic governance system for the men and women of Albania. Thank you very much. Thank you. Thanks for it. Governments. USAID. And last but not least, United Nations Development Program, UN.